Që prej ndërtimit pas luftës së Kosovës, shkolla përkutimore Exod 99 në Kukës nuk i është nënshtruar asnjë rikonstruksioni. Vitet e përdorimit dhe mungesa e mirëmbajtjes kanë sjellë amortizim të godinës, ku tashmë vjen të re lagështia dhe dëmtime të tjera të dukshme. Në planin e ndërhyrjes është përfshirë edhe Muzeu Etnografik i Kukësit, i cili gjithashtu ka nevojë për restaurim. Sipas së Bashkisë së Kukësit, është aplikuar për projektin e rikonstruksionit dhe pritet që së shpejti të përfundojnë procedurat për nisjen e punimeve. Shkolla Exod 99 mbetet një prej monumenteve më domethënëse të historisë së re të qytetit të Kukësit dhe të gjithë Shqipërisë. Ajo u ngrit si kujtesë e pritjes së qindra mijëra kosovarë të shpërngulur gjatë luftës së vitit 1999, një periudhë ku Kukësi u kthye në simbol të solidaritetit dhe sakrificës. Sot, ndërsa koha e ka lënë gjurmën e saj mbi muret e Kullës, rikonstruksioni i saj shihet jo thjesht si një investim ndërtimor, por si një nevojë për të ruajtur kujtesën kolektive të një populli. Ndërkohë, gjatë muajve në vijim, parashikohen të zbatohen edhe disa projekte të tjera në qytet, përfshirë rikonstruksionin e godinës së bashkisë, po ashtu kanë hyrë në fazën përfundimtare punimet në Pallatin e Kulturës.